Kosova ka një performancë dobët, edhe për faktin që nuk është anëtare e NATO-s, edhe për faktin që strukturat aktuale të cilat janë pjesë angazhimeve të sigurisë në Kosovë, personat, individët, mund të theme, nuk duket që e kanë mjaftueshëm fokusin tek detyrimet ligjore kombëtare që kanë për të angazhuar sa më shumë kapacitete në mënyrë që prezenca jonë, qoftë përmes skuadrave, qoftë edhe përmes përpunimeve të produkteve inteligjencë, përfshi këtu edhe analizat të jetë një lloj, mund të themi, lloj aseti i shqiptarëve në brenda kësaj strukture të rëndësishme sa i përket çështjeve që lidhen me sigurinë përgjithësi. Për krahasim nga Kosova, Serbia duket që është më mirë organizuar, duke parë që NATO po zhvillon kapacitetet e saj, Serbia po përdor metoda koherente për të përfshirë brenda edhe me eksponentë cilët janë shqiptarë, e cilët në fakt në vazhdimsi i ka përdorur apo i ka keq përdorur për të arritur qëllimet e saj, qoftë politike, qoftë ato të sigurisë.